Nis zyrtarisht sot emisioni që ka thyer rekorde shikueshmërie, Big Brother VIP Albania në edicionin e tij të 5. Në një mbrëmje të gjatë që premton emocione të mëdha, do të ndizen dritat e shtëpisë më të vëzhguar në Shqipëri. Reality show që mban bërthyer para ekranit miliona shikues, shqiptar anë mban botës, vjen në moderimin e Ledion Liços, ku nuk do të mungojnë dhe analizat e opinionistëve. Big Brother është një ngjarje më shumë se sa një program televiziv, është një ngjarje që na bashkon të gjithëve. Mund të presim nga të gjitha ngjyrat si në çdo sezon tjetër. Do të ketë shumë surpriza, do të ketë gjëra që ndodhin për herë të parë. Jam shumë entuziast për shtëpinë. Sikur ndonjëherë, jam i lumtur të them që kjo është shtëpia më e bukur që Big Brother ka pasur ndonjëherë, jo vetëm në edicionet e tija VIP. Uroj vërtet të jetë një fillim i një aventure tjetër të paharrueshme, aty ku aventurat janë të gjitha të paharrueshme. Top Channel, është prehur Ledion Liço. Mbrëmjen e ditës së sotme, në shkëlqimin e dritave, do të hyjë një nga banorët VIP që pritet me kurreshtje nga publiku shqiptar. Pas javësh hamendësime, është konfirmuar zyrtarisht konkurrenti i parë i Big Brother VIP Albania 5. Ai është Angelo Haruni, moderatori i emisionit Top Talk Ekonomi në Top Channel. Sot po e mbyll këtë kapitull me shumë mirënjohje, sepse nesër hapet një tjetër. Nga nesër, zyrtarisht do të jem konkurrent në Big Brother VIP Albania 5. Në Big Brother nuk shkon një rol, një plan, shkon njeriu. Dhe ai që do të shihni nuk është versioni moderuar, por versioni i vërtet, me gabime, emocione, forcë dhe dobësi. Një version ndryshe nga ai që keni parë deri sot. Shpresoj që kjo mbështetje të më shoqërojë edhe në këtë udhtim të ri, me synimin për të shkuar deri në fund. Faleminderit për gjithçka. Tani shihemi brenda shtëpisë, tha Haruni. Sipas rregullave, menjëherë pas këtij momenti do të hyjë në izolim total, pa telefon, pa kontakt, ashtu siç tashmë ndodhen edhe konkurrentët e tjerë, të izoluar në dhomat e tyre. Nga ky çast, loja nis për të gjithë njësoj. Emrat e tjerë që përfliten, por ende nuk janë konfirmuar, janë Engjina Sufi, Nada Muçaj, Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, Rene Refo, Vitmar Basha, Robert Aliaj, Angela Martini, Eugene Plovishti, Ardi Murataj, Sabina Mete, Ina Pashollari, Lore dhe disa emra të tjerë që ju do t'i zbuloni rrugës. Një moment prekës i kësaj liste mbetet emri i këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, i cili ishte konfirmuar zyrtarisht nga Top Channel si banor i këtij edicioni.